Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet më të fundit dhe për t'i analizuar pak ato. Rezarta Shkurta dhe Rozana Radi kanë qenë shumë të përfolura, kanë qenë shumë të komentuara, marrëdhënia e tyre, zënkat që kanë patur dhe një këngë që në fakt do t'i lidhte të dy vajzat, njëra për tekstin, të drejtat autoriale, tjetra për këndimin, postimin në rrjetet sociale dhe gjithçka tjetër. Gimbo dhe Selin janë duke bërë një projekt që në fakt është mirëpritur dhe po pritet nga i gjithë publiku shqiptar. Kënga të cilën Gimbo dhe Selin kanë përzgjedhur që të risjellin, sepse jo të sjellin, të risjellin tek publiku shqiptar është DJ nga Rezarta Shkurta. Tani, Rozana Radi ka folur për këtë këngën. Rozana e ka mbështetur rrugtimin e DJ Gimbos, por pash një pikë hatërmbetje që Rozana nuk është pyetur, do me thënë nuk i është marrur mendimi Rozanës për këtë këngën që po sjellën DJ Gimbo dhe Selin. Unë fillimisht me thënë drejtën kam menduar që DJ Gimbo do të sillte një këngë të re. Por, duke e ditur që remake janë këngët që në fakt po dëgjohen, po shikohen, po klikohen shumë nga shqiptarët, ajo e bën që DJ Gimbo të përzgjedh këtë këngë, që në fakt Rozana e ka kënduar në një mbrëmje që ka qenë, por dhe Rezarta ka filluar që ta këndon. Rozana me shumë zemërgjërsi ja pranoi Gimbos këtë këngën edhe këtë suksesin. Mendoj që tashmë Rozana ka krijuar një lloj shoqërie dhe ndoshta i vinte edhe turp që të bën muhabete për këtë këngën, por e pash që DJ-i i cili e ka bërë në atë kohë këtë këngë është shumë i prekur që nuk është pyetur. Gimbo nuk ka dhënë detaje, edhe pse në fakt ka qenë i ftuar në Goca dhe Gra, nuk ka dhënë detaje rreth këtij projekti. Ndoshta është një projekt i cili ka ardhur pa pritur, por uroj që mos jetë projekti që do të hapte debate artistike, sepse jemi mësuar duke dëgjuar këto debate. Gjithsesi, Selina dhe Gimbo kanë përfunduar xhirimet e këtij videoklipi. Kënga do të jetë shumë shpejt në kanalin zyrtar të Gimbos. Do të shohim se si do të merr kënga, edhe pse ka dalë shumë pak, në fakt një sekuencë shumë e vogël. Kënga ka marrë një vëmendje të jashtëzakonshme. Është më se normale që të merr vëmendje sepse brenda kësaj kënge janë dy protagonistë, si Selin dhe Gimbo, por mendoj që do ta rikthejnë edhe një herë në skenë Rezartën, sepse të gjithë ato të cilët dëshirojnë të dëgjojnë këtë këngën menjëherë asociojnë tek Rezarta dhe është zëri i Rezartës brenda në këngë. Unë uroj me zemër që të jetë gjithçka nice dhe të ecë përpara me shumë pozitivitet, ndërsa pash me thënë të drejtën, edhe pse Rozana dha këngën me shumë dashuri, pash një lloj lëndimi tek Rozana.